Imi Reze Dielli, ju urojmë një ditë të bukur të gjithëve, mirë se erdhët në kuzhinë fillimisht dhe më pas në bisedën tonë. Mirë se të gjeta, mirë mëngjesi. Uroj të keni një ditë të qetë, me gatime të shishme, të përballoni vapën, ne kemi edhe një sallatë që do t'ju freskonte shumë sot, dhe një gatim të drekës, një tjetër gatim të peshë. Gjëra të shpejta, por që duhen për këtë stim. Pak dim shumë mirë që baza dreka duhet tjetë tik më e bollshme. Më e bollshme, normalisht nuk kam vendosur mish, është një briam me oriz dhe me qumësht. Ka dhe briam të ëmbël, gjë që nuk e kemi bërë, po tani shumë vap. Kam qepën, gjëja kryesore qep, shumë pak vaj dhe pakës fare ujë. Ta lëmë që të zbutet. Dhe e lë direkt. Marë vezët dhe i shpërbëj. Dy vezë? Po. Me të njëjtën gotë mas që nisim, atë e mbarojmë. Pra, një gotë oriz, një gotë ujë, një gotë qumësht. Normalisht edhe dy vezë, i dini vezë tashmë. Po, dy të kuqe nga Ofita. Po, pa tjetër. Jemi që për këtyre vezëve të kuqe kemi një periudhë dhe pse Ofita derisa ti jap fundin. Po, a jepet fundin vezëve? Jo, vezët janë një nga produktet më të përdorshme në kuzhinën tonë, besoj dhe ju. Po, mëngjeset, gatimet e ndryshme, qoftë edhe një supë e prerë me vezë, kudo gjen përdorim. Ovital na ofron vezë të kuqe, vezë të bardha, vezë të madhësive të ndryshme, të paketimeve të ndryshme familjare, më pak të vogla, më pak të mëdha. E rëndësishme është që janë një vezë cilësore në treg. Dhe briami fillon me qepën, me gjalpin. Sërisht pakës ujë. Derisa, filloj edhe tres gjalpin, i kam shuar pak vaj në fillim fare, dhe më pas gjalpin. Këtu shtoj masën e kripës dhe masën e piperit pakës. Sërisht, një trazim. Hedhim gjithmonë nga pak, derisa të qepën e madhe që më ka ngelur. Do të tretet bashme. Është e madhe dhe ka ngelur gjithë shka tjetër. Pra kusht është që qepa të tretet fare, të bëhet transparente, faktikisht, nëse ne kemi një gatim me shumë qepë, për shembull, vendosim të gjithë qepën të grirë dhe një qepë ne e lëm me gozha karafili e lëm që të zbutet. Dhe atë më pas ne e përdorim për me fasulan, vendosim një qep të grirë dhe një qep e vendosim të tillë me gozhë karafili. Më pas e kalojmë në blender dhe jep një shije shumë të veçantë. Tani, e veçanta pa tjetër që është dhe tek orizi, që unë shoj orizin, mbasi larje, shplarje, lëng limoni, e ka urdis pak dhe nuk kam harruar që të kem furrën e ndezur në 200 gradë. E ka urdis pak, nuk më duhet skuqe fare, pra thjesht, me qepën, derisa të jetë unifikimi shijeve. Dhe shohen aromat. I ëmblis, si briam me orizi, me qumësht, si ka dhe qep, apo? Si vjen i ëmbël? E ëmbla? Bëhet dhe i ëmbël, pra the briami. Normalisht, supa me qep është një supë franceze, ka ardhur nga Franca, që është e karamelizuar, që vjen edhe e sheqerosur, prandaj është e karamelizuar. Qepës i shtojmë sheqer derisa fillon edhe bëhet në atë ngjyrën kafe. Sa më shumë karamelizohet, aq më tepër thellohet ngjyra. Nëse do thoni ju, është mirë të vendosim sheqerin kafe, është akoma edhe më mirë. Pra, kështu vjen. Ne kemi gabunin ton, për shembull, që është gatimi ynë autentik. Tash është autentik. Tu për shembull po e marr fjalën mbrapsht, sepse më frikson pak të them është i ynë apo jo, sepse mund të jetë edhe i ardhur nga Turqia dhe mund të jetë i ardhur dhe nga Azia.
nga zja e vogël. Gjë që këtu nuk jam shumë e sigurt, por që në vegjëlinë jemi mësuar ma të gatim, gjë që është një gatim i vlorë ose di këtë gjë. Pra është e kripur në të ëmbël, është me qafën e dashit, sikur të shtë në sheqer, prandaj janë shumë gatimet të kripura dhe të ëmbla. Marrë pak ujë fare, sepse konsumova pak ujë nga gota. Që të lëshoj edhe pak ato nise shten. Dhe bëhet dhe më kremoze aty, para se të shtojmë vezët dhe qumshin. Unë do thosha për shembull, që nëse unë do kisha shtuar oriz që është për risotto, do ishte akoma dhe më mirë, sepse e bën akoma dhe më kremoze. Nuk e ngjit sepse nuk lën që ta ngjisi lëngu i limonit, por mua më pëlqen të gatuaj me ato çfarë ju keni në shtëpi. Shtoj edhe pakës ujë. Marr një tavë. Për një sa për shumë. Në tavë? Unë them, një tavë të bukur, shiko. E vendos të gjithë të mas këtu. Mjafton të mos ngjis, të jetë cilësore. Ja, opa. Sepse e kemi thënë që emët kanë shumë rëndësi në gatimet tona. Pra, qepa nuk duket fare. Është tretur totalisht. Edhe orizi pa ashtu është bërë pak më transparent. Në mbetet i shtojmë vezët edhe qumshin bashkë me një djathë të thërmuar. Shtoj djathën e ka marrë pak të fortë. Ndërtuam një recetë kaq të shpejtë, të thjeshtë, me oriz dhe vezë, si quhet briam, i kripur. Me do pardo, të lejtë që duart. Pjesa tjetër e kohës në furr, pjesa e parë e ndoqët, se si u në formë kremoze edhe qepa edhe orizi. Tani është momenti i shtimit të përbërësit të fundit, përpara se unë të lexoj listën me produktet e kësaj recete. E shtoj? Aty po shtojmë pra vezët, qumshtin, kry, piper. Ka disa derisa të mbulohet. Që thjesht marrin vezën, rrahin vezën dhe luajnë si përfaqen. Unë dua të bëj diçka më ndryshe, sepse mendja shkret duhet gjithmonë të krijoj. E vendos në furrë me shumë dashuri ama, Dhe kjo ishte receta e parë. Jeli me sy përbërësve dhe njëherë një përmbledhje e përbërësve të shkruar për birjamin me qumësht dhe oriz. Ju duhen 2 qep mesatare të preraimët, të kthyer ato në transparente, pra të tretura mirë, 1 gotë oriz, 1 gotë ujë, 2 vezë, 3 lugë gjelle djathë të thërmuar, 1 gotë qumësht dhe 2 lugë gjelle gjalpë. Ndoqët procesin, pasi ka urdisëm zbutë mirë qepën, në vajullirin e gjalpë shtuam gradualisht pak ujë që ato tretet më mirë, shtuam më pas orizin, edhe 1 gotë ujë tjetër, duke ja shtuar gradualisht derisa dhe orizi të kthehet në ngjyrë transparente dhe aty të bëhet një masë posaçërisht kremoze. Pas këtë e transferuam në tepsi, mbi të cilën shtuam edhe përzierjen e vezëve me qumështin, kripën dhe piperin. E vendosëm në furrë, thërmuam edhe pak djathë të bardhë dhe po e presim të piqet. Tani kalojmë pak në mesazhin promocional të radhës dhe vazhdojmë me recetën e dytë. U rikthyem shumë shpejt tani për një sallatë të freskët verore me produkte të stinës që na freskon dhe na jep një shije ndryshe, me pjepër, me shalqi dhe me perime. Pjeprin, po të doni, e kaloni në kubik, ose në të kundërt, me këtë krijoni disa topsa, sepse kemi thënë që syri e ha goja patjetër. Po edhe me një lugë mund t'i bëjmë këto. Me çfarë të doni juve, kubik. Po. I marrë i vendos të gjitha topsat e vogla këtu. Duket mua apo pjeprat kanë dalë më mirë këtë sezon se sa shalqinët? Nuk e di të them drejtën, ja. Dollën më herët, nuk kanë një ëmbëlsi më të mirë, më të shishëm janë, se më të pjekur se sa shalqinët. Nuk e di që ka ndodhur, po e kam dëgjuar shumë dhe nga eksperienca. Si mjalt.
kam shalqi, kastravecin, po të duam, domate, i shkon, pa tjetër që i shkon. Pomodor i vogël, së është aq i voçkull, sa që këto lloj duhet prihen me fundin e thikës. Me këtë Ose i lëm ashtu, vetëm se që janë base. i pret mirë. Ja pak sa më njanë. Kam lëngun e limonit. Gjë që lëngun e limonit që ka me bërthama, dhe nuk më duhet me bërthama. Është dressingu, që t'ja shtem sallatës. Më duhet pak skrip. Pak piper. Dhe vaj para atë sallatën e drekës, që bëjmë të përditshme, me tomate, kastraveca, speca, djath, qep të kuqe, ndoshta edhe qepa mund t'i shtoj, mund të shtojmë prapë sa të duam. Pra nëse unë do kem një sallatë me kastravec, i shkon shumë qepa e kuqe me djathin. Kur unë shtoj pjeprin, ma tjetërson pak, sepse unë kam vendosur kastravecat, si kurse dhe domate. Nëse unë nuk do vendos domate dhe të shtoj frutat e pyllit, është akoma edhe më mirë. Pra kemi lloj alternativash. Nuk do të thotë Ne guxojmë në kuzhinë, ti alternojmë këto shijete të kripura dhe të ëmbla. Të dyja bashkë. Edhe. Tani nga që është vap edhe djersim më shumë, konsumimi i bostanit, pjeprit, sigurisht na zëndëson ato mineralet e humbura përmes djersitjes. Na freskon. Edhe gjete mente pa tjetër. Marrim në ato të voglat, kemi 2 lloj mentesh këtu. Të po ja shtoj kështu, si që janë. Jo, ti pres ato. Janë të vocklat, janë të voglat që kemi në... Sili sa të... Ka dhe të mëdhat. Mjafton që unë t'i pres. Ja, po kemi këtu, ja. Edhe ti ato, sepse do bollë shumë. Sa aromë të mirë që vjen. Pra, kur themi për freski, kur themi dhe për shije, ja le të zgjedhim disa elementë që na ofron aty rajon, siç është mentja, siç janë bimët e tjera aromatike, siç është borziloku në sallatën tjetër që mund të ndërtojmë në ditën në vazhdim, me domate djath. I shkon djathi. Po, djathi bardhë, në kubik pashtu. Djathi bardhë. Është një kombinim shumë i mirë. Dhe përfshirës tani në verë, shumë i zgjuar, pra të kemi edhe shijen e ëmbël edhe pak të kripur. E kisha vendosur djath? Kisha vendosur djathën aty? Po mund të vendosim disa copa djathin në kubik, si shkon shumë mirë edhe djath shalqin, si që jemi mësuar ta konsumojmë shalqinin, apo dhe me pjeprin, apo dhe në salat. Për shembull, lëre një fantazin të shfrenuar. Mund ta pasuroni salatën me çfarë do lloj produkti tjetër. Pak fare specë djegës, sepse shkon e ëmbla, limoni e ëmbla dhe specë djegës janë komponentë që janë shumë mirë. Susam. Atëherë çfarë kam për të shuar tjetër? Djathin. Edhe kubik djathi. O dali shumë e mirë, shumë e shishme si salat, si një vakt, mini vakt, ose si një pjatë bashkë me recetat të tjera shoqëruese, të cilat ne do t'i sjellim pak më vonë. Ndërkohë Birjam është duke u pjekur. Jo, do t'i marrë atë shtresën e sipme, atë cipën kuqërem, sepse ka vezën dhe qumshtin. Me të përfunduar me recetën, i jedhim një sy përbërësve të saj, të kësaj sallate, e trazoj mirë që të shpërndajen aromatet e shijet. Mos e neglizhoni menten apo në gjikun,
Si do që ta gjeni në gjethet madha dhe në gjethet vogël, jep një freskit të jashtëzakonshme dhe një shije të freskët verore, si që është kjo salat e freskët me shalqin dhe jo vetëm. Ju duhet shalqi, pjepër, djathë të bardhë, kastravec, gjethemente, po edhe ullim mund t'i shtoni pa tjetër, vaj ulliri, lëng limoni, krip, piper i zi. Fara të ndryshme, ne i shtuam një prekje të lehtë me spec pikant, dhe pastaj fantazia juaj mund të shkoj deri aty sa ato gjysmën e pjeprit, kur t'i merr një pjesën e tullit, ta përdorni edhe si servirje, tas servirës për salatën, në? Ja e tregojmë pak më brenda. E servirni kështu bukur. Kur doni të surprizoni, të keni ftuar miqtë tuaj, salatën ose tek gjysma e shalqinit, ose tek gjysma e pjeprit, kështu. Okej, ne shkëputemi tani për publicitet, besoj e patë edhe ju, punën deri tanishme, dhe salata shumë e shishme dhe e shëndetshme, shihemi pas reklamave. Mirë se u rikthyet pas reklamave, jemi sërish në kuzhinën e Rezidjellit, të sjellim të tjera receta, të tjera gatime, të tjera momente, kombinimesh, se si ta përballojmë këtë vap, edhe duke gatuar me elementa apo me produkte që në freskojnë, si që ishte kjo salata, për të cilën ne, pjesa tjetër që në mbeti nga tulli, pjesa e brëndshme, e këtyre dy frutave, do t'i kalojmë më pas në një tjetër recet, do t'i përkthejmë në një tjetër recet. Por më parë, le të kalojmë tek makaronat. Jo, kemi toptat e... Të bëjmë toptat. Të bëjmë toptat, fillim fare, toptat gjizë. Toptat djathi, me gjizë. Edhe gjizë, po djathi është më i mirë. Dhe djathi but, me që shtova djathë but tek salata, mbaj të njëjtën linjë. Shtojnë fillim bimat aromatike të ndryshme. I kaloj. Ti thërmojmë pak, ti në blender, edhe këto të djathi të aromatizuara, me bim aromatike, me fara, me shije, që i bëjnë ato pak më speciale. Do të shtoj farat. Ne dim se sa shkon susami me djathin. Shtoj pak fare spec djeks. Krip jo, se ka djathi. Pak piper. Sërisht. Po le të marr kemi ca bima aty të freskëta të natyrës, të jeshile dhe plot aromë. Kanë kërcej të njomë. Që kishim aty varblete, faktikisht mua më duket sikur është ardheja pranverës. Jo, kjo vera e thellë. Pranvera filloj me ardh dhe bëlit u i këno, ajo trano filja e bardh, dhe lëndritare me më një. Me që është ardhja pranverës. Shpalosat e vokalin tim. Ardhja pranverës në verë. Atër, i kam kaluar të gjitha i kam kaluar këtu. Shtoj djathin. Pra dhe djathi do kalohet në grirëse. Po të duam, e punojmë me dorë, por duke qenë se kam mashëm se të djeg duart. Ja, në bashkë tani. Do edhe një herë. Tani, jo, nuk do asë një herë, sepse që do t'i bëju? Do t'i shtypim pak, në japim formën e rumbullakët. Le të marrë një tas të drujnë tjetër,
Edhe pak më të madhe dhe i shtypim aty. Të them të drejtën, nuk më pëlqen që tryeza ku gatuaj të jetë rëmuj. Ne i kemi fokusin komplet tek tasi. Çfarë përpunohet aty brenda, nuk e kemi mendje fare as çka ka ngelur aty. Bëjmë një pastrim mbi tryezë. E dim shumë mirë që në akvariumet e mëdha, që vendosin peshq, gjithmonë vendoset nga një peshk i zi, i vogël që quhet peshku pastrues. Një gjë të tillë ishte shumë ta kishim kudo. Shtoj dhe masën tjetër të djathit. Dhe tani, më mirë e punoj, ja. Me thënë drejtën, kjo është mënyra më e mirë për t'i sjellë atë formën e duhur këtij kremi. Dhe më pas për t'i dhënë formën e rumbullakët, topthave të vogla, të cilat ndoshta nuk e di, do t'i kalojmë përsëri në susama, do t'i lëmë kështu siç janë, se susamin e kanë brenda. Nuk i kam shuar masë të madhe susami brenda. I duhet nga i djathi i buti bardhë, për të marrë atë. Faktikisht ai quhet djath danez, faktikisht, sepse kështu e kërkoni. E punoj mirë. Edhe tani fillojmë duart për t'i dhënë atë formë e lug, punojmë dhe e lyejmë përsëri me farat e susamit. Pra ky quhet toptha djathit aromatizuar, për të cilën shohim pak recetën, ti mbani mend dhe një çfarë shtuam aty, te bimët aromatike i zgjidhni ju vet, koper i shkon, majdanozi shkon, energjiku. Mjafton të keni një djath të butë, susam të bardhë, susam të zi, si të dëshironi ju, trumz e tharë. Nëse se gjeni trumzën edhe rigoni, pse jo, spec djegës i thatë dhe vaj ulliri. I kaloni, i shtypni, i grini fillimisht bimët aromatike, më pas e shtypni dhe djathin, dhe shikeni tani fazën e fundit, procesin e fundit, ndërkohë, i zjem pak makarona, sa e kanë minutazhin 9 minuta? Sepse gjitha i kanë këtu. A, i lezon këtë përnë? Dikut e 9 minutë që janë në kohë e zjerjes, përgjithsisht se kemi hapur mbrapsh. Ta kam do mbrapsha 9 minuta. Mirë. Kështu. Mirë. Te 9 minuta është zjerja, makaronat tub, me një miell premium, ja do t'i shohim pas pak përbërësit e makaronave, sa t'i japim formën topthave. Ngjiten mirë përbërësit tek djathi, ne shtuam edhe pak vaj ulliri. Në ku ka masë më të vogël, filloj dhe shtoj. Nuk do përdor një krip, duke qenë se ka sasi djathi dhe ka të mjaftueshme kripën. I bëni kështu forma dhe i mbani në frigorifer. Për mirë mbajtjen, e këture topthave pa tjetër duhet të kalojnë në një qelqi duke i shtuar vaj. Dhe janë shoqëruset shumë mirë të mishit, të peshkut, të sallatrave. Po, si antipasta, duke i shtruar në krah të produkteve të tjera. Këtu, edhe jemi. Sa u bën? 4, edhe 4, 8. Kemi edhe një sasi tjetër këtu. Kështu që me gjysmën ose pak ose djathit danez, ju mund t'i bëni më të vogla, më të mëdhaja, janë shumë të shishme. Qa i shtuam ne më shumë nga bimët aromatike? Duke se ishte edhe mente i shkon një zakonisht shumë, kombinuar me djathin, edhe te sallata e freskët, mund të shtojmë disa topa të vogla, të cilat shkojnë në madhësinë e shalqinit apo të pjeprit. Normalisht duke i nxjerrë më në pa, edhe fruta, si jo gjitha copat e djathit janë. Edhe kjo këtu. Edhe një model. Do t'i vendosim më pas tek... Do t'i kaloj, të gjitha këto do t'i kaloj në susam. Shfrytëzim total të gjithë masës produktit.
Kjo është e fundit, ama jep mua këtë ta provoj, se e vogël dhe nuk të shkon dhe me përmasat e tjera. Super. Farat e susamit, po mendoja që nga farat mund të shtoni frutat të thata, shumë e mirë, shumë e shishme. I largoj pak sa këtu. Në t'i vendosësh këtu, tek mbajtësja, apo t'i kalosh një herë në fara susami, mrekulli do ishte akoma më mirë. Unë them se kripën Gjitha këto sepse do kërkoj që të ketë pak shesa jashme, prandaj. Okej. Këtu. E përzijmë. Trumë, susam, piperizi dhe spec djegës. Tani një t'i rrokullisur dhe direkt dhe këtasi. Bëra gabim që ta kërkova pa e bërë këtë procesin. Kisha provuar atë tjetrën. Janë shumë të mira. Edhe si ide, Kush të thotë si antipast. Urdhëro. E dyta. Me një gotë verë të bardhë, për shumë. Shkojnë shumë. Sidomos, tani që është edhe ndeshja, ka ndeshjet në seri, është gjëja më e mirë. Dëgjoh, ke gra që janë shumë të dhëna mbas sportit. Ke plot. Edhe ato që s'janë, mendojmë për burat. Po Duke bërë patjetër. një mezet të vogël. Se shtyhet ndryshe. Megjithse shumica i ndjekin nëpër lokale. Ja, ka Detyrimisht. një truk tjetër, jo një për mirëmbajtjen që thashë, për mirëmbajtje. Trumza i ka dhënë aromë shumë të mirë. Prandaj doktor Ylli gjithmonë, faktikisht dhe e falenderoj ashmase, do thua që është muj falenderimeve. Po sepse mundohet gjithmonë bimët aromatike Nuk na të mungon jenë asnjë sa gjë më të freskëta, nga sa bimët. më të freskëta. Edhe mirënjohja është virtyti më i mirë i njeriut. E tregon në njeriun më madhështor. Ja. Absolutisht. Ka që ishte Heqëm këto, edhe sa të bukura që dolën, apo e vendos krah sallatës, me erza të ndryshme, me fara susami, afrojmë t'i shohim pa Si nga që kemi- afër, me specin djegës, si ka dhënë vërtet një shije. si që kemi, nuk ndalojmë këtu. Ha njerë. Shkon, Po pse në vaj? po Pse në nuk vaj, në vaj? në vaj. Tani kjo është për t'i Sepse mbajtur ato më gjatë. duhet të qëndrojnë 24 orë në frigorifer të tilla dhe më pas ti merr dhe i shoqëron me gjithçka. Okej. Pra, nëse doni t'i konsumoni në çast, mos i vendosni në vaj. Nëse i Duhet të doni për vendosë në vaj, vaj, sepse e di kush gjë, merr brusketën më shumë, merr bukën brusket. Ne themi brusketa me djath, merr bukën, e hap të topin e Vajin e ka, djathit, erzat që i është ka. vajin e ka. Po të doni ju mund t'i shtoni specin e kuq që e kemi pjekur. Jep shumë shije. deri Ai që këtu s'kam ishte bukë, mjaftueshëm, edhe vetëm buka, Jemi, një bukë e po. thekur duhet për ta hapur këtë topin e djathit. Mirë, sa minuta na mbetën tani, kalojmë te pasta. Shkojmë pak përbërësit me çaj gatuajmë makaronat sot, makaronat olla, makarona në formë tubi, kishin minutazhin prej 9 minutash me perime dhe beshamel, do t'i vendosim në furrë për t'i përgatitur. Gjysmë apo një pako e plot me makarona, 2 kunguj të njom, 4 lugë gjalp, peshk pa hala, pra ka dhe peshk kjo recet, 1 filxhan brokoli, salcë beshameli, majdanozi grirë, parmigiano e grirë, mozzarella e grirë, pra 2 lloje djathrash, kripi perizi. Kemi zier makaronat, paralelisht do të bëhet sigurisht edhe beshameli, por do të gatuhen patjetër edhe perimet. Më pas do të vendosen Dhe në kaloj furrë. në ndyrën. Që i dhash fund edhe vajt, edhe gjithë shkaja. Një peshk që do zier, duhet marrë pjesa e mishit. Atëre thikën.
Kocë levrek, qa ishte këtë peshku? Shiko tani, duhet një peshk pa hala. Okej. Mund të përdorim... Peshkatarët tanë në thonë që është levrek. Mund të përdorim koranin, mund të përdorim çdo lloj peshku, mjafton që mos ketë hala. Opa, tani këtu. Ne do të marrim këtë pjesën kryesore. Syç katësia të tuat, nuk u gjënde në dynja. Po ta vëshëre, nuk para ke kënduar serenat. Jo, nuk para, po nuk ke kënduar. Nuk i ke qef serenatat? Se se jam nga Korça, më pëlqen gom të Tiranës, që të përë. Mirë, ato të qëndrojnë më mirë se ti... Në thonë drejtën, se kam provuar. Dhe ti përshim të gjithë skrapar lindë, se janë nga nona ime. Kaloj të skrapari tani. Copat e peshku do t'i skuqim, apo do kalojnë në zjerje? Do t'i skuq pak fare. Në ka ikur minutajë, më thonë dhe 2 minuta kemi. Ja, shumë pak. Më duhet shumë pak. Eqim edhe tavën. Po, tavën do t'a sjellun tani. Thjesht, do bëj vetëm kaq mas edhe jo më tepër, se s'është se... Briami është gati, edhe këtë ka marrë ngjyrën që duhet, janë përfithur lëngjet, ka zier orizi, stohet dhe më pas e servirim. Shifeni pak. Do të kaloj kungujt. Pra të peshku, ketë shije. Edhe peshkun dhe kungulleshkat. Pakës gjalp. Pakës krip. Një ka urdisi se ato kalojnë më pas edhe në furrë. Ti vendosim këtu? Atëherë, shtoj pakës ujë. Si që dini, makaronat e kanë 9 minuta zirjen, po ne kemi zirë më pak. Janë al dente? Po, janë al dente, sepse pjesën tjetër e vazhdojnë në furrë. Nuk shtoj fare boqet e brokolit, sepse i kam parazije pak. Po. Thjesht, peshkun, ja, edhe një tjetër, që mos ketë ankesa që e lash. Në mbushur edhe syzet Me avull, normalisht. në avull. Vendosim edhe brokolin. Si që thanë, kemi 2 djathra, mozzarella të grirë, po ashtu dhe parmigiano të grirë. Po të doni ju e kaloni me beshamel, në të kundërt nuk e kaloni fare. Po, si të doni. Me që... Kemi këtu ato, nëse i kemi bashkë në një ditë, bashkë me briamin, pjesa e mozzarellës i ngjitës atë dhe bën një taftë të vetme. Gjë që nuk do ta... Po sigurisht që ti shtojmë edhe pak lëng nga zierja, që të vazhdoj, ose të piqen, ose makarona furre do t'i përzjeni në fund fare. E afrojmë edhe... Shumë pak. Lëngu. Vala që lëng. Shumë pak. Këtu. Dhe direkt për në furrë, mos harroni, receta do t'i gjeni në YouTube me mënyrën e përgatitjes, në rrjetet tona sociale me foton se cilës prej recetave të sotme. Kjo është tryeza që sollëm për ju sot, shumë të veçanta edhe të shishme, të lumshinduar, të shihemi nesër. Ndërkohë, ju përshëndesim nga kuzhina. Shihemi pas pak së bashku.
Mirë se erdhe, do të flasim sot për pushimet, për destinacionet tona të preferuara, brënda apo jashtë Shqipërisë, mal apo det apo në lëvizje, si keni vendosur ju ti përzgjithni pushimet tuaja, por do të dëgjojmë pak edhe ata që punojnë për kohë të gjata me guidat, ato që udhëheqin turistët për t'u treguar Shqipërinë tonë turistike, destinacionet më të preferuar, të cilat ndoshta edhe prej ne vetë shqiptarëve nuk i dim më mirë se sa të huaj. Le t'ju prezantoj fillimisht me Ani Rusi, guid, mirë se erdhe, kënaqësi që në Rez e Dielli. Mirilda Tili, gazetare, por edhe pasionuar pas udhëtimeve, mirë se erdhe Mirilda. Kënaqësi. Adrian Mitrovasili nga Albanian Odyssey, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni këtu, është periudhë e ngarkuar për ju, besoj, ë? Jemi në pikun e sezonit. Prej sa vitesh, Adrian, Jani, punoni me guidat? Unë kam 20 vjetë. 20 vite. E njeh më së miri këtë profesion, di çfarë duan, çfarë i kënaq turistët, a është e vështirë ti kënaqësh turistët në Shqipëri? E njoh shumë mirë se çfarë duan turistët, kjo është pak shumë, domethënë, sepse turistët tani më janë mjaft të informuar, kanë interesa dhe dëshira shumë të larmishme. Nuk është kollaj që të njohësh, por ajo që njohim ne është, po themi, ato standardet bazike, të cilat duhet jenë të domosdoshme në një ofertë turistike. Pas 20 vitesh, çfarë mendimi ke për turizmin që ofrojmë ne këtu, për shërbimin që ofrojmë ne për turistët, dhe cili turist na viziton më së shumti? Si ka ndryshuar lloji turistëve? Prap një Nga vinë pyetje shumë. shumë e madhe. Që turizmi shqiptar ka një rritje të jashtëzakonshme, kjo është e dukshme, nuk ka nevojë që ta themi ne këtu, sepse ne e shohim për ditë, i gjithë Shqipëria e përjeton rritjen e turizmit. Por kjo ishte, ose duhet ishte e pritshme prej nesh, sepse Shqipëria ofron realisht një potencial të jashtëzakonshëm turistik. Ajo që ne nuk kemi bërë mirë është që nuk kemi mësuar nga të tjerë përpara nesh, vende të tjera që kanë pasur këtë rritje, ndoshta 50-60 vite më herët, dhe gabimet që kanë bërë ata, po i bëjmë dhe ne sot, kur vjen puna tek menaxhimi, ofertës turistike, kur vjen puna tek infrastruktura që duhet të shoqërojë rritjen e investimeve në turizëm e kështu me radhë. Këto janë disa nga sfidat që përballemi. Por nga ana tjetër, Shqipëria është një vend nga i cili, po themi, 90% e turistëve largohen të kënaqur, nuk largohen të zhgënjur, përkundrazi. Kjo ka filluar të ndryshojë. ndryshojë. Megjithatë, eksperienca ka treguar her pas here sezonet e shkuara të verës për çmimet, publikohen tani rrjetet sociale bëjnë të tyre duke publikuar situata jo të këndshme të çmimeve, të shërbimeve që besoj se mbetet thembra e akilit në vendin tonë. Është e vërtet? Deri diku është e vërtet, varet për kë kategori flasim. Rritja e çmimeve është e dukshme dhe e prekshme në shumë nivele, shpeshherë mund të jetë edhe pa justifikuar, por që vjen me shtimin e kërkesës. Domethënë rritet kërkesa, rritet edhe çmimi. Kur rritet çmimi, bie kërkesa, pastaj bien çmimet prap. Ka një lloj cikli që ndodh në turizmin shqiptar, veçanërisht në destinacione që ngrihen shumë shpejt. Po. Për themi për shembull Gjirokastra e ka patur këtë problem. Këtë vit ata ankohen që nuk kanë punë mjaftueshëm në krahasim me vitin e shkuar. Dhe arsye kryesore, po e marr si shembull, po ka edhe të tjerë. Besoj një fryrje të madhe dhe pastaj Rriti çmimet prandaj, ky është gabimi. Rritën çmimet. Nuk e di nëse është gabim apo jo, nuk e them dot, sepse Orientuan ndoni të bëni një turizëm më elitar ndoshta. Jo, ka të bëjë me ofertën. Mendoj që një hotel i cili ka 30 doma, të cilat i ka të shitura, të 30-at, me një çmim X, po themi, vitin tjetër thot, unë i kam të shitura, le të kem 20 doma të shitura, me një çmim më të lartë do fitoj më shumë të ardhura. Është, domethënë, nëse ata ecin me idenë dhe me mendimin që do të arrisë çmimin dhe do fitoj më shumë dhe do ta kem këtë kërkesë, e provojnë. Kur rezulton që çmimi është më i lartë se sa mban tregu dhe ata mbeten një vit pa punë, vitin tjetër do kthehen ke çmimet më të ulta dhe bëhet një lloj cikli, kështu që uljen ngrihen. Po turisti rikthehet, më fal Mirilda, rikthehet turisti duke qenë se ka atë eksperiencën e vjetshme? Jo gjithmonë, sepse Shqipëria është marketuar, më fal që po ndërhyj. Jo, të lutem. Shqipëria është marketuar si një vend i pazbuluar, edhe kur është marketuar si një vend i pazbuluar që ka një interes të shtuar, që ka kulturë, ka histori, ka atraksione natyrore, ka historikun e komunizmit që është sërish një nga tendencat e aty turisti që vjen në Shqipëri për të na parë dhe për më tepër është marketuar dhe si një destinacion i lirë. Dhe kur vinë pastaj këta turistët, kur ti marketohesh si një destinacion i lirë, nuk do të vinë
turistë që shpenzojnë shumë. Do vinë ata që kanë buxhete të vogla, sepse mendojnë që do argëtohen me pak para. Kështu që hasin në këtë sfidën pastaj që nuk ju del më aq e lirë sa që kanë lexuar, ai sa që kanë asur, duke qenë se Shqipëria është thyer një vend i vështirë në destinacione të caktuar i shtrenjtë edhe për shqiptarët vetë, dhe i papërballueshëm për të. Ke plot që thua më mirë të shkoj pushoj jashtë, më kushton më pak se sa të shkoj në jug. Më kushton më pak, marr një shërbim më të mirë, sepse ne kemi çeduar. Vazhdon të jetë shërbimi. Po marketohet e tillë, nëse dim, ne kemi secili nga ne kemi eksperiencat personale tonat. Dhe unë po të them që po, me të njëjtën sasi parash, mund të kesh destinacione shumë më të mira edhe rreth rrotullesh, se nuk dua t'ja u bëj reklam fala, se dua reklam në Shqipëri më shumë. Mua nuk më rezulton, personalisht nuk më rezulton. Mua jashtë shtetit më rezulton më shtrenjtë se në Shqipëri. Si çmim flas. Nuk flas pastaj për raportin cilësi çmim. Domethënë çfarë paguan dhe çfarë merr. Atë nuk po diskutoj, po them. Nëse flasim për çmime, domethënë një hotel me 4 yje në Shqipëri dhe një hotel me 4 yje diku jashtë shtetit, po themi në Greqi, Itali, Kroaci, ku të duash, nuk është më i lirë se sa në Shqipëri. Nuk ndodh. Por sa justifikohen ato 4 yjet këtu dhe sa justifikohen jashtë? A i kemi këto 4 yjet të certifikuara ne? Nuk i kemi, është problemi ynë shumë i madh. A kemi hotele shumë më të mira se edhe gjithë Europa bashkë? Po i kemi, sepse i kemi struktura të reja akomoduese. Dhe dhomat që gjen në Shqipëri nuk i gjen as në mes të Tokios, as në mes të Vjenës, sepse janë dhoma shumë më të vogla dhe i paguan shumë më shtrenjtë. Çështja është çfarë ne ofrojmë si Shqipëri. Kur ne themi Shqipëria turistike dhe Shqipëria 2030 e turizmit, çfarë turisti kërkojmë? Nëse ne do promovojmë Shqipërinë ose do ta ofrojmë Shqipërinë si një paketë e lirë, nuk kemi se si të sjellim turistë që lënë për ditënet qëndrimi shumë para. Do kemi ata që vinë dhe pretendojnë që me 10 pound do kalojnë 24 orë në Tiranë. Është normal. Promovimi, po kur vinë shikoj pastaj ndoshta. Në cilat destinacione të kanë kërkuar më shumë? Sa vite ke në Guida? Më bë 10 vjet tash. Të bën 10 vite në Guida. Do të ndjekim ndërkohë materiale e fotot, Guidave, pastaj kemi Mirildën që u thon shpesh. Sa vende ke vizituar do ma tregosh pak më vonë, se di që familjarisht nga Tokyo gjithë botën, edhe se është martuar me japonez, Mirilda e dim tani. Unë më është kthyer kjo vizita e Vjerës si destinacion turistik. Vizita e Vjerës destinacion turistik për Mirildën, bukur e the. Ani. Atëherë, unë kryesisht merrem me turistë të huaj që vinë këtu, kryesisht spanjoll, francez, këto janë le të themi komsit që vinë edhe me të cilën merrem unë. Dhe vizitojmë gjithë Shqipërinë. Cilat kanë destinacione më të preferuara? Le të themi ato destinacionet, ato qytete që janë qytete UNESCO, le të themi Berat i Gjirokastër janë gjithmonë, më thënë të pashmangshme, le të themi. Apo sitet kryesore arkeologjike, Butrinti, Apollonia, Shkodra, patjetër. Pra këto janë, mund të themi. Janë turistë të cilët vinë dhe shpenzojnë në Shqipëri, janë më shumë të interesuar si për turizëm kulturor, çfarë i tërheq më shumë? Të pak të këtë kombësi që përmende. Kategoria me të cilët unë merre më shumë është ai turizmi kulturor, le të themi. Me turistë të cilët kanë një specifik që janë kryesisht senior, pra mbi moshën 60 vjeç, dhe që preferojnë këto sitet, le të themi, kulturore kryesore që ka Shqipëria. Dhe që preferojnë që një ditë të bëjnë një sit, një ditë një sit tjetër, pra janë ture shumë ditore, le të themi, edhe nuk qëndrojnë me një vend, po preferojnë kryesisht të zbulojnë sa më shumë nga vendi. Kjo është gjë e mirë, sepse do të vizitojnë destinacione. Cilat janë destinacionet të cilat duan më shumë vlerësim në vendin tonë, ose që janë më pak të vlerësuara, por që duhet të marrin vëmendje në vendin tonë? Atëherë, ka plot destinacione, sidomos destinacione edhe të natyrës që nuk janë promovuar ashtu siç duhet, se kulturoret pak a shumë besoj unë janë ato, janë zbuluar si të themi, po ato natyrore nuk janë promovuar siç duhet, apo nuk ka infrastrukturë ndoshta aq të zhvilluar për të... Ka ngelur gjithmonë të kënaqur turistët në Guidat? Fjala gjithmonë nuk ekziston. Atëherë, 90% unë jam dakord, dalin të kënaqur, madje mund të themi që edhe thyen paragjykime ose të surprizuar, sepse për fatin të keq prej dekadash tashmë në mediat e huaja ka pasur një reklam jo të mirë, edhe është promovuar një imazh jo i mirë i Shqipërisë. Ama vitet e fundit?
Por, qenë ndryshe vitet e promovimi. fundit, sikur ka filluar të ndryshojë dhe turizmi është ai që e ka bërë këtë, besoj unë. Fakti që njerëzit kanë ardhur vetë ta shohin se çka është Shqipëria, ka bërë që të ndryshojë tërësisht. Okej, mund të them është bërë edhe një promovim edhe nga instanca të tjera, si shtetërore ose jo shtetërore, por kryesisht është vetë fakti që njerëzit e kanë zbuluar Shqipërinë në vetë të parë, dhe më pas kanë shkuar në vendet e tyre dhe ja kanë përçuar njerëzve të njohur ato çka kanë Guidat e zgjedhin zbuluar. vetëm po flasim për turistët e huaj, po shqiptarët sa zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë përmes guidave, sepse kemi plot të cilët nuk e din destinacionin turistik në veri, në jug, në zona të ndryshme të bukura të Shqipërisë. Mirilda, ke bërë guid në Shqipëri? Kam bërë. Cili destinacion të ka pëlqyer më shumë? Në fakt, Shqipëria është shumë surprizuese. Dhe ajo çfarë unë kam ndjekur si parim për t'ja mësuar fëmijëve është që të mos krijojnë pritshmëri të larta se çfarë do gjejnë atje ku do shkojnë, sepse nëse krijojnë paraprakisht një ide në kokë, dhe kjo ideja që i kontrollojnë çdo gjë online më parë dhe pastaj nuk shohin atë foton që e kanë parë në internet, nuk ju rezulton në natyrë, më vjen mirë që shumicën e rasteve kanë qenë të surprizuar për pozitivisht, pra që kanë parë diçka më të bukur se sa fotot e internetit. Por sigurisht në eksperjenca shumë të veçanta është stargazing, që është e jashtëzakonshme si për fëmijët edhe të rriturit. Sepse lidhja me natyrën, që të duket sikur e ke atë perdën e yjeve mbi sy, domethënë është shumë e bukur. Është eksperiencë shumë e bukur sepse zakonisht këto eksperienca vijnë edhe me një aventurë shtesë, pra janë të fjeturit në çadra, të bërë camping, nuk shoqërohen thjesht shko ose të hash në restorant, pastaj të shkosh, të dalësh nga hoteli për të parë yje. Jo se nuk e bën, atë kuptohemi, por që është paketë më aventureske kur ti Ku ke bërë? në Shërbenik. Në Shërbenik. Është e jashtëzakonshme, tentuam ta bënim fundjavën e kaluar në Gjipe, sepse të shifje yjet mbi detin, prapë të fjetur me çadra dhe aty, ishte e jashtëzakonshme. Dhe aty kuptojnë që po, ne kemi vende të mrekullueshme dhe e bukura ishte që në Gjipe mbi 80% dhe këto e kam bindje ishin të huaj. Pra ta din të huaj që Gjipeja jonë është aq e mrekullueshme, që e bënin edhe atë nga parkingu derisa zbrisnin Gjipe, e bënin në këmbë dhe kënaqeshin pafund, ndërkohë që ne shqiptarë donim këtë makinën se nuk zbrisim dot aq kollaj sa duhet të zbrisnim. Është thjesht e mrekullueshme. Ta njohin të huajt Gjipen dhe të mos e njohim ne, praktikisht do thojë që po, është turpi jonë që nuk e njohim. Adrian, ke guida me turistë shqiptar, pra me vendas që zgjedhin të zbulojnë ato destinacione që nuk janë promovuar sa duhet? Është një koncept që nuk ka ekzistuar në Shqipëri më përpara, jo mirëfilli, po themi. Përgjithsisht kërkesa që vinte nga shqiptarët ishte për pushime jashtë Shqipërisë, jo brenda Shqipërisë. E arsyeshme është kjo, e mirë kuptueshme, sepse në Shqipëri çdo kush mendon që nuk i duhet domosdoshmërisht një operator turistik apo një guid turistike që ta çojë në vende të bukura. Çdo kush mund të Çfarë diferencë sjell zgjedhja e një operatori? Çdo kush mund të hyjë makinës dhe të shkojë të vizitojë, për shembull ka fundjava, ka lëvizje të shqiptarëve në shumë destinacione, qoftë edhe Alpet, po themi Thethi, Valbona, qoftë edhe Bregu, që nga Durrësi deri në Vlorë më poshtë. Domethënë shqiptarët lëvizin. Po ashtu Korça, veçanërisht në periudhën jo të verës. Në verë merr po Gradeci, goxha vëmendjen fundjavë. Tash më freskët ka. Ndërsa një koncept i ri që po hyn tani është ajo që ka të rinjët e reja shqiptar, të cilët janë të interesuar që të ndjekin një guid, i cili u ofron atyre një program të cilin ata ndoshta nuk do ta bënin dot vetë. Pikërisht, ja këtu të bëjmë diferencën tani. Çfarë të ofron një guid dhe si mund të mos e një ecje në korab, jo çdo kush mund ta bëj vetë, është mirë që të kesh diçka që të shoqëron, që të udhëheq, të tregon se ku do shkohet, si do shkohet, përgatitjes duhet kështu me radhë. Apo një ecje në liçenet e Jezercës, apo në një kanion, po themi në Langarica, apo
në Zagori, po themi të Gjirokastës e kështu me radhë, të cilat janë destinacione të cilat ende nuk janë plotësisht aksesueshme nga një person i cili dëgjon, është vend i bukur dhe shkon. Është mirë që të kesh dikë që të orienton. Në këtë kuptim po ka filluar që të ketë një interes të shtuar nga shqiptarët për të organizuar në guida apo paketa të tilla. Por janë të shkurtra përgjithsisht, bëhet fjalë për fundjava. Vetëm për fundjavat. Përgjithsisht huaj sa ditore i zgjedhin guidat për të. Unë do thoja që mesatërisht të huajt janë nga 7 deri në 12 ditë. Ka edhe më pak, ka edhe më shumë. Por 7 deri 12 ditë, po themi është ajo brezi ku shumica do të vini në Shqipëri. Një program 7 ditor në Shqipëri është shumë i shpesht. Domethënë, të vish për më pak ditë ndodh, por jo shumë, flas për grupet e organizuara. Po, paketat i ofroni ju për turistët, se ku do t'i orientoni në destinacionet më të përzjera. Pra, janë agjenci guidat turistike, ose edhe guidat vetë, ose tur operator, sepse nga i Vin herë ata mund me t'jesh guide kërkesa tur ekstra për operator. shembull. Ka disa tipologji kërkesash dhe organizimesh. Një lloj organizimi është që një turist francez, po themi, nuk e blen paketën turistike tek ne drejt për drejt, por e blen tek agenti i tij turistik, që ai ka 30 vjet që e përdor në qytetin e tij apo në qytetin e tij apo ku do është në Francë. Ata shkojnë dhe blejnë një paketë turistike që atyre ju afron një ofrues shërbimi që ata e kanë bashkëpunimin 30 vjeçar. Si unë këtu për shembull në Shqipëri që do të shkoj tek ATS-ja për pushimet e mia në Turqi apo diku tjetër, edhe ata kanë një agent të tyre në atje që shkojnë dhe i thonë çfarë ke të re këtë vit. Dhe janë pikërisht këta që në bashkëpunim me operatorët shqiptar kanë futur Shqipërinë si ofertë turistike, edhe për shkakun se është bërë reklam, është e vërtetë që është bërë reklam. Kjo është njëra mënyrë se si. Një mënyrë tjetër është që turistët vinë në Shqipëri vetë, të paorganizuar, dhe e gjejnë ofertën turistike aty ku është, e gjejnë për ato që neve i quajmë operatorë turistik online, për shembull Get Your Guide apo Tours by Locals apo kështu me radhë. Ai vjen i paorganizuar me një agent udhëtimi, kur vjen këtu kërkon ofertën që ekziston në internet dhe zgjedh ato që i përshtatet. Dhe blen ndoshta edhe një tur të vetëm, një ditë, blen një tur të Bovillës ose të Lumit Shalës apo të Beratit apo kështu me radhë. Kjo verë si duket krahasuar me se ka filluar sezoni, si duket krahasuar me sezonet e tjera dhe për shkak të imazhit që po lë protesta, apo jo? Ka ndikuar tek ardha e Ka sjell turistë të tjerë. Protesta ka sjell turistët e aventurës që duan t'i bashkohen protestës. Dhe këtë nuk e mohojmë dot, por ajo që e para njëherë unë kam përshtypjen që protesta ka qenë një reklam falas për Shqipërinë shumë e madhe, sepse vërtet është një protestë, ka qytetarë të cilët po shprehin mendimet e tyre, por po ndodh në mënyrë paqësore. Pra ndoshta për herë të parë Shqipëria nuk po promovohet kjo Shqipëria agresive që kemi tashmë namin në botë, kemi investuar ndër vite ta kemi, por është kjo Shqipëria që po proteston në mënyrë qytetare. Dhe nuk është se ka prishur punë përsa i përket numrit të turistëve, por ajo që do të guidat ka një diferencë, një ani thotë që ka një Jo. Ka diferencë për mirë. Ajo që duhet të thënë domethënë është që nuk ka as edhe një lloj diference as për të mirë as për të keq. Jo, po nuk është se po na pengon. Nuk na ka penguar fare, përkundrës i ka shtuar një farë kurioziteti kurreshtje, madje ndër gjërat kryesore javët e kaluara, le të themi, që unë më është dashur t'ju shpjegoj turistëve që shoqëroja ishte se nëse konsistonte protesta, sepse shpesh herë natyrisht, domethënë, ajo çka është promovuar nëpër media ndërkombëtare është protestë anti Jared Kushner ose anti-Trump, edhe protest për natyrën, edhe unë ja u shpjegoja që është shumë se kaq. Pra do t'ju duhet që përveç shumë elementeve të tjerë të bëni dhe një shpjegim ekstra, se çfarë ndodh aktualisht në Shqipëri. Prandaj paguajnë guidën që të informohen. Edhe prandaj edhe është guida fundit, prandaj është guida. Edhe unë po i tregoja domethënë që nuk është, ajo është thjesht sipërfaqësore, le të themi, ka shumë çka përfund, por që të them se ka ndikuar negativisht ose edhe në numër aq më pak, jo, fare. Por ajo që është vënë në re, besoj edhe çunat ma konfirmojnë, është edhe turizmi peligrinazhit. Është vënë në re një rritje numrit të huajve që vinë për të parë kishat tona, vendet e shenjta. Pra ka një rritje të numrit, qoftë në ditët diku në gusht, në malin të Morit, por edhe në qershor,
në kishën e Laçit, por në tërësi ka një lloj turisti që po ndjekin se ku janë kishat e vjetra, pra i njohin si histori dhe shkojnë. Promovimit apo? Jo, kjo është për shkak të një kurioziteti të shtuar për histori. Kjo ka ekzistuar, kam përshtypjen gjithmonë. Tani është bërë më e dukshme, pra nuk është se ka grupe të cilat janë grupe fetare që shkojnë në pelegrinazhe të caktuara për të zbuluar Shqipërinë, le të themi Shqipërinë katolike apo Shqipërinë ortodokse apo Shqipërinë muslimane dhe e bëjnë përmes këtyre, le të themi, xhamiave apo kishave që kemi neve si pjesë e fondit tonë trashëgimisë. Kjo ka ekzistuar gjithmonë, pastaj vizita ndaj këtyre siteve ose këtyre objekteve fetare ka qenë gjithmonë edhe kryesisht edhe për qëllime kulturore që s'kan fare të bëjnë me fenë në vetvete, le të themi. Me kuriozitetin. Me kuriozitetin, kuriozitetin historike. Ke ndonjë destinacion që i çon më shumë qef turistët? Në E di që do kënaqen brenda Në Shqipërisë. Shqipëri. Në të gjithë Shqipërinë. Në Shqipëri, kjo është përgjigjja. Unë personalisht preferoj shumë, por kjo është çështje preferencash personale. Nuk e veçoj dot që them është destinacion më i mirë se të tjerët, po unë pëlqej shumë zonën e Gjirokastrës dhe atë zonën e Gjirokastër, përfshirë dhe Sarandën aty, jo detyrimisht qytetin e Sarandës, por zonat përreth. Por shumë destinacione të mira ka në Shqipëri, Berati pa diskutim, Shkodra pa diskutim, Vlora bëhet gjithmonë më tepër një destinacion, jo vetëm destinacion i rërës dhe i detit apo i diellit, por edhe një destinacion në vetvete më gjerë se sa thjesht vija bregdetare. Kështu që oferta turistike në Shqipëri është shumë e mirë. Kruja është destinacion i mrekullueshëm, shumë i mirë. Ku jemi me shërbimin? E thash dhe pak më herët. Duke qenë se ne kemi të punësuar sezonal dhe kjo na ndikon pak te shërbimi. Kemi përmirësime ku duhet të orientohemi më shumë për turistët? Ha, Mirilda. Përmirësime ka. Tash s'mund të themi që nuk ka, por le të themi që akoma jemi përsa i përket shërbimit në fazat fillestare. Nuk mund të themi se jemi një destinacion Shërbimi ekselent i pjekur as pak. Okej. Mirilda, ke ndonjë eksperiencë që Jo, unë do doja ta orientoja pak më ndryshe. Në fakt, ne kemi mikpritjen kombëtare tonën, shumë herë më të mirë, dhe nëse do ta ofronim këtë dhe si paketu turistike, ose më saktë, pjesë ofertës, mikpritja jonë tipike, do të ishte shumë herë më e vlefshme dhe turistët do mbeteshin shumë herë më të kënaqur se sa kur ta orientonim këtë mikpritje. Po nëse na vjen në shtëpi, turisti kemi mikpritje. Këtë që kemi, ta çojmë në një nivel tjetër për të qenë unik në treg. E kam tek të qenit unik në treg. Po ne kaluam shumë shpejt nga të qenit kjo mikpritja në shtëpi në një mikpritje më masive, më profesionale, dhe për sa kohë kemi filluar që shërbimin të na i ofrojnë jo shqiptar, do mbetemi në atë që do na humbasi autenticiteti shumë shpejt. Qartë. Mirë, do të kalojmë pak në reklama, publicitet, rikthehemi për të vazhduar bisedën. Ka punonjës shqiptar, ka dhe punonjës të huaj që mbulojnë le themi bizneset tona. Po, gjithmonë më shumë. Gjithmonë më shumë, po. Cili është diferenca? Ne kemi një rrjedhje të forcës tonë punëtore jashtë Shqipërisë dhe ajo normalisht që këto vendet e punës do të plotësohen dhe do të vinë të huajt. Dhe nëse ne diskutojmë për qenë autentik, nuk jemi dot autentik me punonjës jo shqiptar. Por si mund të bëhemi autentik kur tregun e punës e kemi kaq problematik sa e kemi? Kjo me të sfidë shumë e madhe dhe nuk është vetëm sfidë e sektorit të turizmit për ta zgjidhur, ç'është e vërteta. Por tek turizmi është fakt që po, të huajt po na shërbejnë, sa mund promovojnë ata produktet tona bujësore, pjatat tona, kulturën e zonës, traditat, mbetet për të parë. Po jo se bëjmë më janë të kënaqur me punonjës të huaj? Patjetër. Në shumë të rasteve janë. Se i paguajnë më pak apo? Po, ajo është një nga arsyet, i paguajnë, s'do thosha më pak, se ata i paguajnë, do me thënë, ata kanë dhe kostot të tjera shoqëruese, se shpesher për shumë kur punojnë në struktura akomoduese, të zënë një dhomë, apo do t'i paguash akomodimin, gjithsesi, kështu që nuk është më shumë të kostot, se sa ideja që janë të disponueshëm, gjehen, do me thënë, është e vështirë të gjerë staf. Vjetë për shembull në Sarandë,
një sanitare apo një kështu që i thonë housekeeping që rregullon dhomat, kishte shkuar rroga 1.200 euro dhe nuk gjeje njerëz që të punonin në hotel, domethënë. Bëhet fjalë sot që flasim në Dërmi, për shembull, një person që të shkojë të pastroj ty vilën që ti e jep me qira apo apartamentin, do 300.000 lekë vetëm për një pastrim. Ditën. Për një pastrim. Për një pastrim, po. Do pastroj një ambient madh, dakor, të kuptoj, por që janë, kështu që nëse ai personi mund të punësoj dikë, cili do t'i japi një rrogë 600-700.000 lekë në muaj, dhe e ka aty të lidhur në punë, domethënë, me sa duket i leverdis. Është, le të themi, fakti që më në fund mund të kenë një ofertë pune, le të themi, që mund të kenë krah pune, sepse kanë vuajtur për një kohë shumë të gjatë. Prandaj edhe janë të kënaqur. Nuk është se janë të kënaqur me Filipinasit në vetvete, apo me kolumbianët, apo me këto tjetër. Po që më në fund kanë gjetur dikë. Përsa i përket... Që nuk ju ikën trajnimi kot, sepse i trajnojnë 3 muaj, pastaj ai ikën prap, vjen prap nga e para trajnimi. Por që përsa i përket për vet ata, pra për vet punonjësit, unë kam dëgjuar, më thënë, më shumë që janë të pakënaqur se sa të kënaqur. Janë të kënaqur që janë aty, që më në fund janë, që më në fund ka, do më thënë, që mund t'i shërbejnë, por që pastaj nuk mund të them se i vjen me një nivel me shqiptarët. Nuk mund t'jenë me një nivel me shqiptarët. Për vetë arsyen sepse nuk e njohin vendin, nuk e njohin kulturën. Unë di një rast ku edhe kuzhinieri ishte i huaj, Filipinas. Tashi na bënte fërgesë. Tiranës. Qa fërgesë mund t'ishte ajo? Dakor, po kanë filluar dhe kuzhinier shqiptar bëjnë sushi japonez. Tash tregu i ka këto, nuk kanë kohë. Dakor, po si një japonez ta provoj atë sushi, do thotë është as sushi. Jo, nuk hahet sushi në Tiranë. Kjo është e sigurt. Kemi ndërgjeshëm tash. Mund ta haj ti, po japonezi jo. Por t'ju kthyer edhe një herë asaj temës së shërbimeve, unë personalisht mendoj që shërbimet në turizëm çalojnë shumë. Domethënë mund të ketë rritje, por nëse për shembull para disa vitesh, ndoshta deri përpara pandemisë, për shembull duke qenë se pritshmëria ndaj Shqipërisë ishte shumë e ulët, ishte e lehtë që ta kaloje radhën, po themi, me pak ankesa, sepse ata që vinin në Shqipëri vinin me pritshmëri shumë të ulta dhe thoshin, "Okej, nejse mirë qen ka." Po. Ndërsa tani si për Shqipëri mirë qen ka. Shqipëria është bërë një destinacion me mbi 10 milion turistë në vit. Vizitor, se 10 milion turistë është... Vizitor, gjithsesi. Do ishte çfarë do ishte, por le të themi 10 milion vizitor. Do bazoheshim te turizmi për ekonomi. Gjithsesi janë konsumator. Patjetër. Në gjitha rastet, do pinë një kafe, do hanë një gjë, ndaj. Kështu që në këtë kuptim mendoj që është tejet i pa profesionalizuar, po themi, sektori i shërbimeve. Që ato ta kthejnë në një destinacion vërtet, jo vetëm thjesht një eksperiencë po ja, për shembull, po të shkosh në një restorant që pretendon që është restorant deri diku i mirë, do kuptosh që stafi që shërben në restorant, përveç kuzhinës, nuk janë të arsimuar në atë profesion. Mund të jenë jurist me diplom, po punojnë kamarier në një vend. Po, s'kan gjetur punë në profesionin e tyre. Dakor, por mendoj që edhe kamarieri është një profesion dhe mund të edukohesh, mund të arsimohesh. Madje është një pikë kryesore kyçe në atë shërbimin e atij biznesi. Mund të arsimohesh në atë profesion. Domethënë, jemi kolegë me Anin, guida turistike, udhëfyes turistik, është e pa pranueshme që sot të punojnë në treg udhëfyes turistik që s'janë të arsimuar apo të trajnuar në atë fushë që duhet. Po. Flasim pak për pushimet e secilit prej jush, ku kanë zgjedhur, ku i zgjidhni, ku pushoni vetë. Fillojmë me Mirildën, se kemi disa foto që tregojnë ato destinacionet e saj rreth qark botës. Ku do pushosh si vjetë? Këtë edhe është viti i parë që unë nuk e kam idenë se çfarë do bëj me pushimet, edhe për faktin e thjesht që më bën disa vjetë që kam hequr dorë nga pushimet e gjata. Të vendosem 10 ditë diku, më është bërë sfide jashtëzakonshme mendore. Ne si familje, po kryesisht ne të tre, se im shoqë është më pak aventurier se ne të tre, kemi zgjedhur që të bëjmë fundjavat e gjata, të marrim çantat në kuriz dhe të nisemi, ku të na dali, kështu që në këtë mënyrë kemi bërë Shqipërinë cep më cep, ja njohim skutat masivisht mirë, përveç majrave shumë të larta, që nuk kam tentuar t'i bëj me fëmijët, t'jem e sinqert. Pjesën tjetër e kemi zhvilluar, por duke qenë se deri në mes korrikut jemi sezon provimesh si familje,
pas asaj do filloj të mendoj, do Se si familje? Po sepse im shoqë në shkollë, unë në shkollë master, vetëm fëmijët kemi pushim. Kjo është ideja që po besoj do zgjedhim këto fundjavat e arratisjes, më shumë se sa vendosin 10 ditë në një vend. Virën japoneze e ke thirrur në Shqipëri, e ke prezantuar me Shqipërinë? E kam thirrur në Shqipëri, po s'ma ka varur. Pse kështu? Sepse nuk ke promovuar siç duhet Shqipërinë. Jo, ja kam promovuar shumë duhet siç duhet Shqipërinë, po duke qenë se edhe mosha bën vetën dhe është shumë e largët Japonia me Shqipërinë për avion dhe nuk e kam përballuar dot, si vjera si vjeri, por që gjithsesi kur ta bëjnë me një periudhë shumë më të gjatë që të ndalojnë në mes, pastaj të vinë. Por unë ju them s'keni pa merak se vi ja u kthej unë vizitën pas, kështu që mos. Ke qenë sa vite, do të thënë sa kohë ke pa shkuar në Japoni? E viziton shpesh vendin e burrit? 8 muaj kam që s'kam 8 muaj, do të shkosh si vjet? Po do shkoj nga nëntori. Që të bjen që biletat, se është 2.000 euro vajtje ardhje vetëm një bilet avioni për kokë, kështu që... Ka R4? Jo vetëm R4, po është transporti i brendshëm që i bie një 10.000 euro për një udhëtim, tani duhet marrësh aq shumë sa të kesh luksin të shpenzosh 10.000 euro për një muaj, se është pak... Por e kemi bërë këtë sakrifica. Cila është eksperienca më e bukur jote jashtë Shqipërisë? Në cilin shtet? Në cilin shtet? Pyetje e bukur. Europa. Europa mbetet një gjë shumë herë më e bukur për të treguar për faktin që nivelin e krahasimit e kemi shumë të avre, them që këtë mund ta bënim edhe ne në Shqipëri, ose këtë mund ta kemi edhe ne. Sepse pavarësisht se Japonia, Korea, Kina, edhe vende të tjera, apo edhe Amerika Latine, janë vende shumë të bukura, shumë të largëta, po janë aq të mira sa për qenë aventureske, po jo për të përjetuar. Se na përballen kulturat, na përballen gjuhët, na përballen shijet. Dhe jo me çdo shije mund të jesh i gatshëm ta pranosh. Kështu që kulinaria është art më vete që duhet promovuar. Por aventurat janë të bukura. Udhëtimet sado të këqija që të jenë, sjellin me vete eksperiencë. Kështu që sa më shumë eksperiencë, për mua nuk ka udhëtime të këqija. Aq më shumë energji dhe lumturi përjeton një individ kur udhëton shumë. Janë më të lumtur njerëzit që udhëtojnë? Absolutisht po. Absolutisht po. Knajësitë e jetës. Kështu që Knajësitë e jetës. Ani ti ku i kalon pushimet? Të them drejtën, pushimet unë i bëj mbas sezonit, pushimet e mirëfillte. Në qoftë se kam ndonjë ditë, domethënë të lirë, mund të shkoj ndofta në Pogradec, Pogradeci edhe me këtë vapën që shkon më smiri. Por pushimet e mirëfillte, le të themi, i bëj mbas sezonit, nga nëntori kam qef të shkëputem, po jashtë Shqipërisë. Jashtë Shqipërisë sepse Shqipërinë ti e frekuenton për shkak të e frekuentoj për shkak të punës edhe preferoj bëj një thyerje, le të themi. Kryesisht në Evropë, kryesisht Francë, Spanjë, Itali, ku tjetër, Evropa jugore kryesisht, jo vetëm. Adriani? Edhe ti gjithë verën e ke këtu? Gjithë verën e thoj shpesh për shkak të punës, domethënë patjetër, Shqipërinë e shëtis mjaft, por mua më pëlqen edhe familjen ta marrë shpesh herë me vete në destinacione të ndryshme në Shqipëri. Një fundjavë, ndoshta kur fëmijët kanë një ditë pushim nga shkolla, apo në një fundjavë gjatë, kështu me radhë, ne gjithmonë udhtojmë diku në Shqipëri. Unë pushimet deri vonë i kam bërë me një lloj besnikërie të çuditshme, nuk e di pse. Më pëlqente një vend e doria ka ai vend çdo vit derisa të mos pëlqente më apo gjeja një vend tjetër më të mirë. Fillimet e mia kam bërë pushimet në Njalë 10 vjet. Çdo vit shkoja në Njalë dhe jo pak, rria minimalisht 2 javë. Më tej pastaj aty u mbi popullua, nuk ishte më kështu lëvizëm diku tjetër, shkuam në Livat, nga Livati në Imar, kemi bërë një kështu zhvendosje, më në fund në Ksamile në Sarandë. Unë i bëj pushimet e verës minimalisht 1 javë çdo vit, qershor, korrik përgjithsisht, dhe pastaj këto fundjavat gjithmonë përpiqem të shkëputem me këtë mund. Këtë vit jam në Himar përsëri. Në Himar, me familjen, disa ditë, jashtë udhton? 1 javë. Jashtë shtetit? Patjetër që udhtojmë jashtë. Pushimet jashtë janë më të shkurtra, kryesisht udhtime në fundjava ose dhe fundjavat gjata, por patjetër. Për mua udhtimi është domosdoshmëri në jetë, si individ, ka qelluar që edhe familja e kanë qef udhtimet, por brenda mundësive, sepse udhtimi është i shtrenjtë,
është një aktivitet shumë i këndshëm për që kushton. Sigurisht. Po pra, punoj gjithë vitin për 2 javë? Po, pikërisht. Dhe as të plota. Të plota, hajde diskutojmë. 2 javë është shumë, do më thënë, për paktën për ne është e pa imagjinueshme që unë bëj pushime 2 javë bashk. Por kur i shpërndajmë dhe jemi si këta turistët budget që vinë në Shqipëri, do më thënë, që shkojnë kë Byreku, shkojnë tek Qebaptoria, shkojnë tek Airbnb-a e lirë, do më thënë. Por duhet thënë që më në fund shohet pa marrë tenxhere dhe tigan me vete. Po, pa marrë Ato mos e thua, se varet. Jo, i marrim, po prap nuk është aq masive sa që ka qenë dikur, se dikur ka qenë e vetmja mënyrë. Se s'ka pasur restorante, s'ka pasur, ndërsa tani është e më e menaxhueshme që të bësh të kompromise. Marrin te plazhi, po prapë unë në fakt nuk i marr me vete, po i gjej atje ku shkoj. Unë e përdor shumë gatimin në pushime. Jo, është tjetër gjë të gatuash, ndonëse tjetër gjë të marrësh tenxheren, tiganin, tavën me vete nga shtëpia. Me eksperiencë, me gjë personale, se ka nga ata që thonë unë 2 javë që kam gatuar gjithë vitin, dua tani të shijoj ato pushime dhe zgjidh këto paketat e resorteve jashtë. Nusja ime është ashtu, nuk do të gatuaj fare, madje as dhe jo vetëm të kaloj në përgjithsisht gratë. Dhe jam mirë kuptoj shumë mirë, sepse pikërisht kjo është fjalia që përdor. Jam lodh, ka du të ri rahat ta shijoj pushimin. Kurse unë gatimin e kam pushim, do më thënë më knaq, edhe nuk e bëj sepse për të kursyer. Ajo është një gjë, po jo vetëm ajo është, më pëlqen, më knaq. Duke qenë se neve nuk rrim në orët e drekës, nuk rrim në është vetëm mundësia ato ditë që të më thënë, mua më pëlqen, shkoj në shtëpi, merrem me diçka të gatuani. Gjithsesi, uroj shumë suksese në punën tuaj si guida, se është gjithë vera para, kështu që keni punë dhe pushime të mbara, kalofshi bukur me familjet tuaja. Faleminderit. Faleminderit qertë Ndërës Dedilli për këto eksperienca, ndërkohë edhe juve ju urojmë pushime të bukura kudo ku keni vendosur të zgjidhni si destinacione brenda apo jashtë Shqipërisë. Ditën e nesme do të flasim për një tjetër temë.